Përshëndetje, në këtë video të mësojmë për artboards. Çka janë artboardsat, si me kriju artboardsa të ri, ç'është me menaxhu artboardsat. Okej. Kur ta krijojmë një projekt të ri, këtë e kena opsionin me zgjedh sa artboards me kriju. Artboards do të thonë është hapësira e punës. Këtu i caktojmë dimensionet. Për shembull, këtu janë dimensionet piksella, kena me pas një artboards. Këtu, nëse kemi një projekt, për shembull një katalog kemi me dizajnu, edhe katalogi ka 8 faqe, atëherë këtu mund me zgjedh 8 faqe. Këtë rast të zgjedhë një, sepse mundem edhe pasi ta krijoj projektin me kriju artboardsa të ri. Klikoj create, edhe hapet. Shikoni. Me audio të edhe me o të zhvulloj këtë. Kjo është artboardsi. Nëse klikoj këtu, shikoni këtu ndryshon ky rendi i dytë, shfaqen disa opsione. Këtu janë dimensionet e artboardsit. Se tani më kështu çfarë dimensione ka artboardsit, më klikoni këtu edhe shikoni. Po, jetë ku mund më ndryshu, që nëse bëj për shembull 600 enter, këtu ngushtohen. Këtu është për lartësinë, këtu është për gjërësinë. Nëse shkoj kështu, do të thonë mundem edhe kështu. Kthej CTRL-S, më rrit. Okej. Nëse shkoj te artboardsi, nëse du me kopju artboardsin, shikoni kur ta klikoj ALT-n, kursori ndryshon formën, edhe vetëm e ngrej drag and drop kështu. Gjithashtu që e ngrej një tjetër, edhe një tjetër për vendosje kështu, do të thonë artboardsa mund me vendos, do të thonë duke i ngrej me ALT. Po shikoni, tani kam formë pa organizuar. Nëse klikoj këtu range all, do të thonë vjen që mi organizu këtu. Shikoni, këtu po thotë sa kolona mi bu. Unë për thonë 2, a me shku renditja knera, do të thonë, tani rend, apo me shku poshtë lartë, apo vetëm gjatas, apo vetëm të poshtë. Apo zgjedhni këtë opsionin e parë. Ndërsa renditja me shku prej honës djathtë. Okej, 2, hapësira sa me qenë prej artboardsit në artboard, 20 piksella, edhe klikoj OK. Shikoni si organizohen artboardsat. Përveç sajna, artboards i kom edhe këto. Këtu muj me fshi një artboards, më thonë, delete, kthena CTRL-Z, muj me kriju një të ri, apo edhe këtu nëse klikoj, muna mi organizu artboardsat. Më herët e kena mësu edhe si me kriju, si me kopju një form, apo si me bo duplikat një form, po e kena një përparësi kur kemi ma shumë artboardsa, nëse këtu kom një formë për shkakun këtë rast, për bëj një ngjyrë sa me dallu. Okej. Edhe kena thonë nëse klikojmë CTRL-C, edhe CTRL-V bëhet paste. Bëhen dy forma. Nëse bëjmë CTRL-C edhe CTRL-V, vendoset ikona, do të thonë vendin e njëjtë. Kjo vlen nëse klikoj këtu, CTRL-C, nëse klikoj këtë artboardin edhe bëj CTRL-V, pozicionin e njëjtë ku është ky artboardi del edhe në këtë tjetrin. Nëse klikoj këtë, CTRL-V, shikoni saktësisht pozicionin e njëjtë, ku këtu del këtu dhe këtu. Okej, mi fshi këtu dyja. Po nëse klikoj CTRL-ALT edhe V, artboardi, do të thonë forma kopiohet në gjithë artboardat. Kjo është një shpërtesë shumë e madhe, për shembull, që mos me pas na nevojë se për shembull kena raste kur kemi 20 artboardsa, 30 artboardsa, mos me pas nevojë me shkute secili, po CTRL-ALT-V edhe vendoset, për shembull këtë rast mundet me qenë logo që vendosen këtë artboardat në njëjtën kohë.